Sot filluan trajnimet në Filigran, ku post të interesuarve të Prizrenit e qyteteve të tjera të Kosovës, ka të interesuar edhe 2 turistë që kanë lexuar për këtë zeje tradicionale. Sot kryetari i komunës Shaqir Totaj bashkë me drejtorin e turizmit dhe zhvillimit ekonomik Ramadan Tarashaj kanë përgëzuar fillimin e trajnimit të kësaj zeje me të cilën identifikohet Prizreni. Kryetari Totaj duke uruar kursistët me këtë rast ka theksuar se kjo është zeje specifike dhe ne si komunë do të bëjmë të pamundurën që ta ruajmë këtë zeje, por edhe zejet e tjera si ato të plisave apo të tjera. Përmes rujtjes zanatit, traditës, me rujt edhe identitetin e qytetit, edhe normal një kontribut pak për tradite, për zhvillime, për kështu me radhë. Do të me falenderu stafin e Filigranit që po kanë vullnet u marrë me këtë punë, edhe drejtorin e turizmit që i organizojnë këto sene, po edhe mediat që po na përsellin ka përshkojmë. Na do të vazhdojmë me kësi projekte, me kësi përkrahje, edhe besojmë që po japim një kontribut serioz për begatimin edhe rujtjen e identitetit të qytetit të Prizrenit. Në këtë rast jemi të folë për Filigran, por në fakt jo vetëm për mes Filigranit, po edhe për mes shumë aktiviteteve. Filigrani është njëri prej zejeve më tradicionale të Prizrenit. Çfarë do të bëhet përpos kësaj, do të këtyre trajnimeve mund të bëhet? Po për mua është specifikisht më e rëndësishme se gruan e kompost Filigran. Edhe e di që thejke duni me rujt zanatin, po jemi të rujt zanatin. Në fakt, është shumë rëndësishme, po do të ketë edhe projekte tjera, sepse ka edhe zeje tjera, zanate tjera që janë karakteristike për qytetin e Prizrenit. Do të me përmend prodhimin e plisave, për shembull, prodhimin e briskave, edhe zanate tjera, edhe me siguri që bashkëpunim apo me iniciativën e drejtorit do të kemi edhe trajnime për asnjë lloj zanatesh, sepse janë një element i cili na përkujton një të kalume, edhe e ruan atë far identitetin, traditën, edhe është element interesant me prezentu për personat, për turistat që i vizitojnë qytetin e Prizrenit. Prandaj do të kemi edhe aktivitet edhe angazhime edhe në drejtim të ardhmen. Po gjithsesi me Filigran do të vazhdojmë. E kemi pas një grup më herët, jo ne, po disa grupe, po do të vazhdojmë prapë me Filigran, se Filigrani është ajo që na dallon neve si qytet, edhe si zanat, edhe si traditë. Kurse drejtori Ramadan Tarashaj ka uruar fillimin e këtij kursi në Filigran, e veçanërisht është ndalur tek fakti se në këtë radhë pos nga Kosova po marrin pjesë edhe 2 turistë. Njeri përgëzojmë këta që kanë marrë, domethënë për me ardhur me majtë të aktivitetet, trajnerët që dhe të bëjnë si këtë artë e mojnë qytetit Prizrenit, kemi 26 kursant, kemi edhe 2 që janë turistat jashtëm të interesuar për këta kurse, kështu që ne do t'i mbështesim gjithni këta dhe do t'jemi mbështetje edhe në për panairi do t'i ekspozojmë produktet e këtyne, 8 muaj janë kursët, 4 muajt e parë janë starti fillestar për me mësu që shkojnë zanatët, pastaj pjesa e dytë 4 muajore është, domethënë avancimi tyne, pse jo dhe mos të kenë bizneset e veta në këtë drejtim. Derisa Bashkim të Jetës, njëri nga trajnerët në Filigran, ka falendëruar komunën e Prizrenit për angazhimin që po bën. Kurse ai tha se ato që po kryen këtë kurs kanë edhe një përparësi se mund të punojnë edhe nga shtëpitë e tyre posa ta marrin këtë zanat. Te tash kemi qenë mjaft suksesshëm, besojmë që edhe me këtë grup do të arrijmë sukseset e dëshirueshme. Çka është përparësia për kursist është se këta nesër mas nesër mundën, nëse nuk i kanë kushtet për me hap shitore, masi që të pavarësohen, mundën në mënyrë individuale të punojnë edhe në për shtëpia, domethënë tash është bërë edhe si dukuri punim prej shtëpisë, kështu që edhe këta mundën zejën e artit Filigranit ta punojnë në për shtëpi, domethënë kanë obligime tjera, fëmijët, familjen zënë, po edhe ky arti domethënë i qetëson shpirtërisht. Nërmen Bexheti, ajo kishte ardhur nga Prishtina për të marrë pjesë në këtë kurs, së pari nga dashuria që ndjen për Filigranin, e po ashtu edhe për faktin se kjo zeje është një lloj arti shpirtëror, tha ajo. Kom shpreh interesim për këtë zanat, se edhe kemi një farë tradite familjare, e cila mundet mu vazhdu, mos me mbet aty ku kam mbet tash, është zanati që nga Prizrenit përcillet në barë Kosovën edhe jashtë Kosove. Që aty është qëllimi im. Jam shumë mirë njohur se rastësisht
kom digju në radio, të vozit, kom digju këtë konkursin, po, për mu paraqit, jo më paraqit, shpresoj që kom e pas sukses. Edhe me dashni, me viju këtë artizanat. Filigrani pa dyshim se rëzije shpirtit dhe fisnikris, derisa Prizreni identifikohet si emblem e filigranit në gjithë Ballkanin.